do të bashkëbisedojmë në këto momente me ekspertin Milezim Gashi. Përshëndetje, zoti Gashi. Përshëndetje, Knajsi. Faleminderit që jemi ne sot. Si ke parë gjithë të zhvillim që na çon në Hagë dhe që u përmbyll në fakt me një kërkesë e cila ishte e papritur për opinionin publik sa i takon akuzave nga prokuroria atje dhe me mbrojtjen më pas që u bën nga të akuzuarit? Po realisht në opinionin e ekspertizës ta quaj juridike, shihet shumë qartë që ta që është bërë nga syri optik nga jashtë dhe për cilëja komplet të tribunalit të Hagës, me një farë forme prokuroria është ra në lejthitit dosje që janë të fabrikuar nga qarqet e caktuara të Serbisë, andaj dyshimet dhe rreziku më i madh që seancat të cilat kanë qenë të mbyllura për publikun, ne nuk kemi pas mundësi të shikojmë dhe aty nuk mund të japim një prognozë ta quajmë kanë qenë të mbyllura sa i përket publikut. Andaj opinioni i Kosovës, si që patë edhe ju, ngriti revoltën e vet me një protestë të madhe sa i përket tribunalit dhe në veçanësi prokurorisë së tribunalit të Hagës, andaj i tërë opinioni në Kosovë, i tërë strukturat politike dhe pjesët qeveritare janë mobilizuar që të dalin e mbrojtjet e vlerave të luftës të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ku dihet shumë qartë që ushtria lirimtare nuk ka bërë spastrime etnike, po e ka mbrojtur realisht vendin e vet dhe ushtria lirimtare e Kosovës nuk ka luftuar në territorin e Serbisë, andaj veprimet e prokurorisë janë të çmendura sa i përket deklarimeve të fundit ku u pa shumë saktë që i ndavën një pjesë të madhe të dënimit. Andaj, i tërë opinioni tash edhe më publik dhe politik janë të bashkuar sa i përket grupit i cili gjenden pranë tribunalit të Hagës. Ndërkohë, mendon se mund të zbutet ose kush mund të jetë fati i tyre sa i takon kërkesës së prokurorisë, asaj se si ishte mbrojtja dhe punës që po bëjnë vendet të caktuara, flas këtu për Shqipërinë apo ndoshta edhe partnerë të tjerë? Realisht, i vetmi gabim që ka ndodhur në tribunal të Hagës është ku 3-4 të akuzuar të cilët u dënuar me ka 2 vite burg, të cilët u gjendën dëshmi kinset nga prokuroria në brenda asetit të zotit Thaçi, direkt të zotit Thaçi, andaj e kik pak na fut në dyshim që mund të kalojmë të ndonjë dënim i caktuar, andaj sepse të gjithë akuzuarit, të cilët arrestoi tribunali i Hagës e kanë pranuar fajësinë të ndërhyrjes të dëshmitarëve, andaj kjo pikë pak na lën me një pikpyetje të madhe sa i përket elementit të dënimeve. Andaj, sa i përket elementit të dëshmitarëve të cilët ne kemi pa në komplet dhe kemi monitoruar në blok 1, nuk ka të bëjë fare të asnjë prej ato akuzuar, nuk ka të bëjë fare me krimet të cilët supozohet. Andaj vetmi handicap i cili mund të çon të ndonjë dënim minimal. Komplet grupin është elementi i pranimit të fajësisë të 2-3 të akuzuar të cilët tani veç si ka tribunali Hagës i ka mbajt për 2 vite në burg tani i ka liruar. Më thonë elementi më krucial dhe më negativ mund të më nau është për faqë, ku ne dim që me datën 26 shkurt do të fillon gjykimi i dytë ndaj zotit Thaçi, të cilët akuzohet për ndërhyrjet e dëshmitarëve. Vetëm element që ka përzi dhe ka kryer migullin komplet grupin në tribunal të Hagës është ky element. Unë mendoj që komplet ekipi ka pas me procent të unifikuar mirë edhe brenda tribunalit, por shihet që nuk janë të unifikuar edhe grupi që është në tribunal të Hagës, por shihet që ju ka fshit ky element dhe andaj në kuadër të kësaj pike mund të ketë ndonjë dënim minimal ta quaj në kuadër të gjykatës së tribunalit. Ndërkohë, ka akuza ose diskutime të cilat lidhen edhe me rolin e Shqipërisë. Nëse shkojmë më herët për aktivitete që mund të jenë kryer pra në Kukës apo në zonat të caktuara, a mendoni ju se Shqipëria është përgjigjur juridikisht në kohë nëpërmjet pra prokurorisë së përgjithshme sa aso kohë
të gjitha pyetjeve apo dyshimeve se po Kosova ose eksponentët caktuar këto aktivitete për cilat të rëndojnë sot mund të janë kryer në territorin shqiptar, pra çfarë roli ka luajtur Shqipëria jo vetëm sa i takon të bërit politik apo të diktimit nëse duhet ose jo tribunali i Hagës e të tjerë, apo organizimit të protestave së fundmi. Po flas për atë anën juridike, meqense është përfolur që dhe Shqipëria, pra këto aktivitete jashtëligjshme janë bërë pikërisht në bashkëpunim edhe me palën shqiptar në territorin shqiptar. Pra nëse do ishin ngritur komisione në atë kohë dhe do ishim dhe një përgjigje, do të kishte ndryshuar fati? Po, është vërtet, ne shohim një ngritje të kryeministrit të Shqipërisë pak të vonuar, se përket mbrojtjes së tash të akuzuarve në tribunalin e Hagës, për shkak se rrjedha elementit ashtu siç e tha aty në studio, ka ndodhur pak më herët dhe bashkë me koordinim me Severinë shqiptare, tribunali i Hagës dhe hetues të tribunalit të Hagës kanë eksperimentuar të gjitha pikat e dyshim sa i përket e kryeve të krimeve brenda territorit shqiptar. Andaj qeveria shqiptare me një farë forme nuk i ka mbrojt zotin Thaçi dhe të tjerë, por me një farë forme i ka penalizuar në aspektin juridik, në aspektin publik, ne mund të kryejmë dinastia të caktuara. Andaj qeveria shqiptare me një farë forme po të bëjë veprimin e njëjtë ashtu siç nuk e dorëzoi një dëshmitar të vetin në tribunal, po ta bëjë këtë njëjtin veprim që mos t'i lënë hetues që të futen me zonat të caktuara dhe të bëjnë fotografime që disa fotografime në intim që ka po për publikun nuk mund të flasun tani, janë shumë trona se përket një pjesë në zonën e Kukësit atje dhe në gjësi, domethënë andaj qeveria shqiptare ka luajtur me dy karta se përket mbrojtjes e vlerat të luftës të UÇK-s dhe me një farë forme i ka dhënë hapësirë 100% tribunalit të Hagës që të ketë informacione dhe të ketë fotografi dhe të ketë ta quaj ndoshta edhe dëshmitar të mundshëm të mbrojtur që me një farë forme të vihet dhe me një përfundim dhe dënohen grupi i UÇK-s. Sot që flasim, zoti Gashi, a ka, siç thuhet, realisht potencial Rusia dhe Serbia të ndikojnë ose të influencojnë në fatin e tyre dhe jo vetëm, sepse këtu flitet edhe për çështje të historisë Kosovës, si ka ndodhur ngjarjet aso kohë? Mendon që ka një influencë serbe dhe ruse dhe si mund të jetë kjo, në çfarë formash? Në fuqia e tribunalit të Hagës është e financuar nga Bashkimi Evropian. Dhe dizajnues të këtij tribunali me të vërtetë dhe shihet shumë qartë që është Rusia dhe Serbia me aleatet evropian. Andaj prerja e kësaj fakture ta quaj për trupin gjykues dhe krijimi i prokurorisë për ta hetuar këtë element është kryeministri, përgjithësisht presidenti i Kosovës është ra me një lajthitje të propaganduar që sepse në një formë nuk ka ditë të nuhat elementin strategjik që po çon Kosovën drejt një kurse ku vetë me një formë zoti Thaçi do dënohet. Zoti Thaçi me pa qenë më i organizuar me sektorin e inteligjencës të vijave të besimit të Kosovës, nuk kish pas mundësi të ndodhë ky element për shkak se me një farë forme vetë ka prej historinë e vetë, individuale, jo të Kosovës. Asnjëri prej atyre që është aty nuk, me një farë forme nuk përfaqësojnë historitë Kosovës, ku vetë historia do i gjykon në element caktuar. Si unë, si krejtë komunitetin Kosovë, do të gjykohet me veprat e Kosovës. Asnjë nga ata të katërt nuk përfaqëson historinë e Kosovës? Jo, me një farë forme do të pastrohet ky element për shkak se do e shohim shumë qartë që nuk kemi parë diku 50% të dëshmitarëve të mbrojtur që nuk kanë qenë në publikun. Do e shohim në çfarë niveli janë të akuzuar dhe krimit, në çfarë niveli kanë ndodhur. Andaj tërë kjo prognozë, tërë kjo element të lidhet ngushtë do të fshihet shumë haptas në çfarë krimesh janë me një farë forme të akuzuar i tërë ky grup. Pra, sepse më sjell pak kontradikt ajo se çfarë ju thoni, kush janë pikërisht këta faktorë politik i shkrerë të UÇK-s që kërkojnë pafajësinë sipas jush? Çfarë përfaqësojnë ata? I tërë spektre që gjenden në tribunali Hagës ka qenë përfaqësues të popullit në Kosovë, të cilët kanë qenë të zgjedhur nga partitë politike në Kosovë. Andaj, ne do të shohim në plotni elementin e
të gjithëve aty që në çfarë përverje kanë qenë të involvuara ose fare nuk kanë qenë. Në një farë forme tash edhe më herët se ne nuk kemi pa 50% të dëshmitarëve të mbrojtur që nuk kanë qenë për publikun. Andaj elementi tash edhe më herët që lidhet me ramin e lajthitje dhe krijimin e Tribunalit të Hagës bi prej ndeshme interesat strategjike të Kosovës, të gjithë themelues, të gjithë ata që i kanë dhënë konetacion që të futet ky tribunal dhe të patentohet elementi në Hagë, duhet paguajnë fakturën kombëtare. Me një farë forme kjo i bie antikombëtare themelimi i kësaj prokurorie dhe hapja e këtij tribunali. Kosova ka pas mundësi me mekanizmat e vet të gjykoj çdo njeri të dyshim që gjendet ose përflitet që ka bën ndonjë vrasje para lufte ose pas lufte në Kosovë. Pra ju ishini të implikuar? Po, është vërtet për shkak se ne dim që diku 30 milion euro buxhet Bashkimi Evropian ka nda për pjesën e Tribunalit të Hagës, andaj ne futem në vitin e 6 të gjykimit të komplet të grupi, andaj ne ekspertizës parashojmë që unë e shoh njësi i rrethanave të sigurisë dhe juridikaturës, Tribunali i Hagës tani do të fillojë punën se përket betejave të caktuara brenda grupeve të caktuara të UÇK-s. Çfarë do të sjellë vendit nëse do të ndodhë dënimi i tyre? Po, mas domi më i madh do të jetë individual, familjar, sepse Kosova ka strukturat e vet, dhe çdo njeri që aludohet dhe ka bërë krime të shqiptarëve dhe prindi me qenë unë e kisha dënuar 100 burgë. Po ne do ta shohim në përfundim se në çfarë akuza do të orientohet Tribunali i Hagës, a nëse kemi të bëjmë me akuza ndaj shqiptarëve, atë dhimbta do të jetë më e vogël se përket opinionit. Dhimbtën më të madhe do ta kenë familjet e tyre personale. Ju bini dakord me akuzat që lexoi prokuroria, ishin të rënda ato? Me një farë forme, me akuzat që i lexoi prokuroria, prokuroria në momentin e deklarimit të akuzat disa foto ose disa dosje nuk i dha për publikun, ne nuk i pam atu. Formalisht mbetet që do të thonë dihet që këta kanë avokat aty dhe ne do e shohim në përfundim pasi përfundon elementi se në çka realisht janë të akuzuar për cilat elemente dhe në çka ka aty të vërtetë apo të pavërteta. Me një farë forme sa i përket Serbisë, një gjë mund ndaj serbëve të Kosovës, një gjë mund të garantoj që këta njerëz nuk kanë vrarë civil serb në territorin e Kosovës, ose nuk ka dhënë asnjë urdhër për krejt fiktyn e 4-ve që gjenden aty, nuk kanë pas lidhje fare me zinxhirit komanduese që kanë dhënë ndonjë urdhër për të vrarë ndonjë civil ose për ndjekur nga territori i Kosovës. Këtë e këtë sigur, domethënë, këtë e din. Po, kjo është shumë e sigurt për shkak se unë kam qenë vetë pjesë e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës, andaj matematika jonë ka qenë e pamundur që të ballafaqohemi me pjesën civile, sepse ka pas shumë fitore ushtarake dhe kanë qenë betejat ushtarake. Civilët serb kanë pas mundësi teknike të largohen nga ndjenjat e frontit nga qyteti dhe dihet shumë qartë që me 13 qershor dhe me 11 ata janë shpërngul me një kontroll të koordinuar me NATO. Me përcjelljet e NATO-s ata kanë shuar territorin e Kosovës. Pra, sipas jush. Po. Andaj se përket kësaj pikës që Serbia dhe ne dim shumë saktë se disa grupe të shërbimit ushtarak të Serbisë kanë rekrutuar dëshmitar të rrajshëm sa i përket këtij elementi, andaj edhe gjyqësori unë mendoj që do të bie prej me një farë forme në këtë vit. Andaj rreziku më i madh është që thashë edhe më herët që zoti tha që do nis gjykimin me datën 26 shkurt me ndërhyrjet e dëshmitarëve shqiptar. Andaj ne do të shohim këtë element se në çfarë përvlerje kemi të bëjmë dhe në çfarë ndërhyrje ka arritur zoti Thaçi që të aludoj mos i prokuroria ose gjyqësori që të fut dënoj njerëzit me ka 2 vjet burg, sepse kemi të bëjmë me shefin e inteligjencës Kosovës, profesorin Haredin Kuqi dhe disa persona tjerë të cilët kanë qenë të atakuar sa i përket ndërhyrjes së dëshmitarëve. Pra, për ju, çfarë përfaqësojnë ata sot që ne flasim dhe si i njihni ju të shkuar në tyre? Po, realisht unë i njoh edhe personalisht, se kemi qenë pjesë tash edhe më pjesë të luftës, andaj me një farë forme ushtria shërimtare e Kosovës betejën kryesore ka pas ndaj regjimit të Miloševićit dhe mundësitë e tyre teknike dhe profesionale
nuk do i thojmë për publikun se sa kanë qenë trima në luftë ata, po e dinë për gjithë secilin sa kanë qenë në Kosovë. Andaj në këtë fazë ne i bashkuam forcës e madhe që ata të lirohen nga Tribunali i Hagës dhe t'ju kthejnë familjeve të tyre. Andaj sa kategorisë të quajtur politike ose ndryshimeve të caktuar brenda forcës dhe ndikimit ndonjë qark tjetër do të jetë shumë i vogël për shkak se tash po është rreshtu dhe po pret reforma thella sa përket subjekte politike, liderëve politikë. Andaj ne kemi pa dhe zotin Haradinaj kur është liru prej Tribunalit Hagës, edhe zoti Limaj me një farë formë kanë qenë të bastarduar sa përket votës popullore. Nuk kanë arrit që të kthejnë votën ashtu siç kanë prit pas kthimit të Tribunalit të Hagës. Ju thatë pak më parë që është kosto individuale apo e miqve dhe e familjes në radhë të parë. Po mirë, dëm kombëtar ose kosto për vendin, nuk ka i gjithë ky dënim nëse do të ndodhë kështu se çfarë ne po trajtojmë deri tani? Unë mendoj që epoka e ushtrisë çlirimtare të Kosovës është përmbyllur me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, e cila ka marrë me qindra njohje sa i përket të shtetësisë të Kosovës. Kosova tash ka ushtrinë e vet në plotni me një farë forme po shkon drejt integrimit dhe antarësimit në NATO. Andaj çdo luftë çlirimtare sjell edhe pasojat e veta të individit, unë më shumë e quaj do të jenë dome individuale se sa nacionale, sepse ushtrimi çlirimtare ka pas mbi 50.000 ushtarë dhe oficerë të caktuar të cilët kanë qenë të involvuar për shtirimin e Kosovës. Andaj Kosova duhet përballon këtë element për shkak se drejtoritë të UÇK-s ta quajnë kanë qenë të ndara se përket në vendimarrjes edhe në UÇK, nuk kanë qenë ta udhëheqësit komplet të UÇK-s. Andaj një pjesë, një fraksion madhe i UÇK-s ka qenë ndarë sa i përket nivelit të komandimit të tyre. Andaj elementi dhe ta quaj domi më i madh do të jetë më shumë personal familjar se sa kombëtar. Faleminderit zoti Gashe. Nësi, respekt. Shëndes.